Përshëndetje të dashur miq. Jemi në javën e Pashkëve, në momenti që kjo video është filmuar, por kurdo që kjo video të gjej, mesazhi është në lidhje me esencën tonë. Në radhë të parë njëherë nëse po e shihni në kohë reale, ju uroj që të keni Pashkë sa më të gëzueshme, të kaloni kohë të bukur me familjen tuaj, uroj mbarësi dhe begati në jetën tuaj, kudo në cilën do sferë të jetës. Dhe mbi të gjitha shumë lumturi dhe dashuri. Dhe edhe vetë tema e kësaj videoje është dashuria, esenca jonë. E kam thirrë më së shumti gjatë kësaj periudhe këtë lloj teme, duke qenë se edhe vetë festat, ne ndoshta nuk e kuptojmë ose disa prej nesh mund ta kuptojnë, që në fakt mund të quhen portale energjetike, por mund t'i shihni sido që ju të dëshironi, dhe në fakt quhen të tilla sepse mbartin këtë lloj energjie që lidhet me arsyen se pse po festohet, për shembull, që Prespas brezi është trashëguar si një lloj feste, dhe jo më kohë të zhvendosur, sepse vërtet lidhet me energjinë që mbart periudha specifike, me kulmin në datën specifike që ndodh kjo festë. Pra si të thuash për festën e vitit të ri që të gjithë ajo që po ndihet tani është për shembull një zëri, të gjithë si një kor këndojnë të njëjtën këngë, sepse e dinë që të gjithë janë mbledhur për këtë gjë. Dhe prandaj ndihet më së shumti sepse të gjithë festojnë për vitin e ri në po atë periudhë. Dhe ndoshta është thjesht diçka e vendosur prej nesh, pra nuk është diçka që mund të jetë e vërtetë ose jo, pra kjo është ideja, por që thjesht në momentin që shumica e njerëzve festojnë në këtë lloj periudhe dhe mblidhen së bashku dhe e dinë që për shembull dhjetori është muaji i festave, atëherë të gjithë ndjejnë këtë lloj energjie, që mund të jetë një ndjesi feste, një ndjesi që të dekorojnë e të tjerë të tjerë. Dhe kjo lidhet edhe me çdo lloj feste tjetër. Në momentin që shumica e njerëzve mblidhen apo e dinë që në këtë periudhë bëhet kjo gjë, atëherë kjo energji amplifikohet dhe ju e ndjeni më së shumti. Dhe pikërisht në këtë periudhë kam ndjer shumë të energjinë e dashurisë dhe të esencës sonë që në fakt lidhet dhe me aspektin fetar, por nuk dua të futem shumë tek kjo, sepse në fakt në thelbi i çdo gjëje, qoftë edhe në çdo fe që ju mund të keni dhe mund të besoni, është dashuria apo jo. Pra në thelb kjo qëndron. Nuk ka rëndësi se çfarë emri i vendosni, çfarë feje është, çfarë regjimi apo nuk e di çfarë do qoftë, të gjitha kanë në thelb dashurinë. Dhe në fakt esenca e çdo gjëje është dashuria, pra esenca e çdo njeriu është dashuria. Dhe këtë më ta kuptoni në momentin që ju jeni të qëndërzuar në veten tuaj. Dhe nëse ju nuk e bëni dot, sepse me kalimin e viteve kur ne rritemi, ndikojnë shumë gjëra. Ndikojnë mendimet e shoqërisë, ndikojnë vetë shoqëria, ndikojnë vetë jeta varet se si ju merr. Por në fëmijërinë tuaj, nëse ju e mbani mend, dhe nëse shikoni fëmijë të vegjël, edhe sot e kësaj dite, të gjithë mbartin të energjinë e pafajshmërisë, të energjinë e dashurisë së sinqertë, energjinë lozonjare apo që luajnë, si të thuash, dhe janë çapkënd dhe janë të lumtur, të entuziazmuar. Të gjitha këto janë esenca jonë, sepse fëmijët nuk e kanë humbur ende këtë lidhjen e tyre me esencën e tyre. Janë ende shumë të lidhur me të. Dhe po ta shikoni, kjo ndodh edhe në momentin që për shembull e zëmhaseni me diçka negative apo mërziten për diçka fëmijët, fillojnë qajnë, por ndoshta për 2 minuta, për 2 sekonda ata e harrojnë komplet se çfarë ndodhi dhe rikthehen gjithmonë tek gjendja e tyre e paqt, e dashurisë, tek esenca e tyre. Por siç e tham, me kalimin e viteve, këta fëmijë përballen me jetën, me shoqërinë, rriten, gjërat fillojnë të ndryshojnë, që në fakt nuk duhet të ndodh, të paktën esencën e tyre duhet ta ruajnë, por ja që ndodh në shoqërinë ku ne jetojmë. Dhe sa më shumë vitet kalojnë dhe sa më shumë rriten, ata shkëputen nga kjo ndjesi e bukur që ata kanë. Dhe fillojnë dhe ndoshta dhe duan vetë të rriten, dhe ndoshta fillojnë dhe shumë përgjegjësi të mbarten me këtë rritje. Dhe fillojnë një personalitet i ri, një rol i ri, një karakter i ri që ndoshta nuk është me detyrim që ju ta mbartni, nuk është e detyrueshme që ju ta vishni këtë lloj kostumi. Ju e zgjidhni. Dhe ju mund ta hiqni përsëri dhe të ktheheni tek esenca juaj.
apo mund të keni karakterin për shembull në punë dhe karakterin në shtëpi. Ideja është që jo të gjithë ruajnë këtë esencë të tyre. Dhe është aty, nuk humbet. Është brenda jush, është esenca juaj, është ajo që ju bën ju. Dhe asnjëherë nuk humbet. Por ideja është që ju nuk e shihni. Dhe ndoshta keni veshur shumë kostume sipër, aq sa nuk e ndjeni më dhe nuk e dini që është aty. Është pikërisht si ta keni futur në një kuti dhe në një dollap dhe diku ku ju nuk e shihni dhe nuk e dini që e keni harruar që ekziston, ose thjesht keni menduar që e keni humbur. Por është aty. Është aty në shtëpinë tuaj, pra shtëpia juaj është me trupi juaj, është aty tek ju. Asnjëherë nuk e humbisni esencën tuaj. Dhe po ta vini re, ne përsëri kthehemi te kjo esencë, ndoshta në fund të jetës sonë, ndoshta por pse duhet ta lejojmë që kjo të ndodhë në fund të jetës sonë? Dhe pse të mos a kemi këtu dhe tani këtë lloj esence? Ne zgjedhim çfarë emocioni të ndjejmë, çfarë ngjyre të veshim, çfarë emocioni të përjetojmë në këtë moment. Dhe ne mund të kalojmë por si fëmijët. Nga kjo gjë e mërzitur, ndodhi, e çliruam emocionin. Prandaj fëmijët janë kaq të lumtur. Sepse ata ju ndodh diçka për shembull negative, diçka që nuk ju pëlqen, e të tjerë, ata qajnë direkt. Dhe të qash do të thotë të çlirosh këtë emocion këtu dhe tani menjëherë nga trupi yt. Dhe ata janë të pastër përsëri. Dhe prandaj kthehen përsëri tek esenca e tyre sepse e çliruan këtë gjë. Dhe nuk mbajnë mëri, nuk mbajnë, harrojnë shpejt, falin. Ideja është të mos harrosh dhe ata nuk harrojnë, kjo është e sigurt, por që falin menjëherë dhe të çlirojnë këtë emocion menjëherë. Dhe nëse ne bëjmë po të njëjtën gjë, pra thjesht ndodh diçka, ne çlirojmë këtë emocion, e largojmë nga vetja, falim dhe nuk mbajmë mëri, e dim se çfarë ndodhi, e dim që nga ky person për shembull duhet që të mbrohemi. Kjo është energjia e maturuar, pa jo të harrojmë, të ndërthurim të dyja energjinë e fëmijës, por edhe energjinë tonë të maturuar, që jo të harrojmë, por ta dim që nga ky person të mbrohemi, ama e çlirojmë menjëherë emocionin dhe vazhdojmë fokusohemi tek esenca jonë, që është lumturia, paqja, dashuria, vetë dashuria. Dhe nga ana tjetër, me energjinë e fëmijës tani po lidhet edhe faktin që janë në mirëqenie të plotë. Dhe ne është e drejta jonë që të jemi në mirëqenie të plotë, është e drejta jonë që të jemi në lumturi dhe në dashuri, në këtë frekuencë të bukur. Dhe fëmijët e dinë që të gjitha nevojat e tyre janë, domethënë nuk do të ngelen asnjëherë keq, si të thuash, janë gjithmonë të përkujdesur. Ndoshta jo të gjithë, por ideja është që kështu ata e perceptojnë, dhe kështu e mendojnë, dhe kështu është. Sepse nuk po them që ju kur të jeni të rritur të mos jeni të pavarur. Pra është kjo ndërthurje e bukur e fëmijës suaj të vogël dhe të brendshëm që ndëron, që beson, që është në këtë frekuencën e dashurisë dhe të mirësisë, por edhe me integrimin e vetes suaj të maturuar. Pra që ju e dini, besoni që çfarëdo që të bëni, ju jeni të favorizuar me rrethana, me oportunitete, me bekime nga universi, apo çfarëdo lloj forci që ju besoni nga Zoti, e të tjerë. Dhe kjo është ideja, pra që jo të jeni të varur nga dikush, por të pavarur dhe me besim të plot që ju, çfarëdo që të bëni, jeni të përkujdesur, nuk jeni vetëm. Dhe kjo është njësia që juve ju hap të gjitha dyert, ju bën të ndjeni konfident, ju bën të ndjeni të lumtur dhe jo me frikë, jo në gjendje mbijetese, jo sikur nga momenti në moment do shëmbet, për shembull ajo që keni ndërtuar e të tjerë. Pra është kjo ndjesia e besimit dhe të ndëroni dhe të mendoni gjëra të bukura që në fakt materializohen ashtu siç bëjnë fëmijët. Kjo është një ide shumë e bukur që u ndjeva udhëzuar, sigurisht shumë mesazhe ndolën edhe rrugës dhe shumë të tjera mund të dalin. Dhe do doja të dija shumë edhe opinionin tuaj, çfarë mendoni lidhje me këtë temë, lidhje me këtë periudhë, nëse e shihni në kohë reale. Por kurdo që ju ta shihni mesazhin ngelet po ky, mos e humbisni esencën tuaj. Më saktë, mos harroni që esenca juaj, pra dashuria, është gjithnjë me ju. Mjafton që ju ta mbani mend këtë dhe ta aksesoni. Dhe ju nuk e keni humbur, mos e mendoni këtë, është aty me ju, gjithmonë. Mjafton që ju të jeni të vetëdijshëm. Dhe thjesht ta zgjidhni, është një zgjedhje në dorën tuaj. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër, mirupafshim.